Në një kohë kur kërcënimet në botë po shtohen, shumë vende po rrisin investimet në fushën e mbrojtjes. Edhe Ballkani Perëndimor synon të zgjojë këtë industri, me disa prej shteteve që po rikthejnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Në vitin 2024 u deklarua për herë të parë nga Shqipëria se është gati të riaktivizojë industrinë ushtarake, që nga i momenti janë ndërmarrë disa hapa konkrete me krijimin e kompanisë shtetërore për prodhimin dhe tregtimin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake, Kajo, e cila do të nisë me prodhimet këtë vit, ndërsa po investohet në rivitalizimin e reparteve ose fabrikave, përmirësimin e infrastrukturës kritike dhe zhvillimin e kapaciteteve. Megjithatë, përsa i përket shërbimit të detyrueshëm ushtarak, që preheqi së tij në vitin 2010, vendi nuk ka asnjë plan ta rikthejë. E kundërta ndodh me Serbinë, që nga heqja e tij në 2011, shërbimi ushtarak ka qenë vullnetar. Në vijim pritet që shteti serb të marrë një vendim nëse ky shërbim do të jetë i detyrueshëm duke filluar nga dhjetori 2026 ose mars 2027, ndërsa në shtator do të nisin regjistrimet. Shërbimi ushtarak do të zgjasë 75 ditë. Nga ky vit edhe Kroacia e ka bërë të detyrueshëm për shtetasit e saj shërbimin ushtarak. Ai u hoq zyrtarisht në vitin 2008. Shërbimi zgjat 2 muaj me një pagë neto mujore prej 1.100 eurosh, ndërsa planifikohet të trajnojë 800 deri në 4.000 ushtarë çdo vit në 3 kazerma. Përsa i përket Kosovës, edhe pse në vitin 2021 kryeministri Albin Kurti e kishte ngritur si çështje rikthimin e tij, deri më tani nuk ka asnjë plan konkret. Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina që hoqën shërbimin e detyrueshëm ushtarak në 2026, po ashtu nuk kanë diskutuar mbi këtë çështje. Austria, Çipro, Danimarka, Estonia, Finlanda, Greqia, Letonia, Lituania, Suedia, Zvicra, Norvegjia, Turqia, Ukraina dhe Rusia nuk e kanë hequr kurrë shërbimin e detyrueshëm. Madje Norvegjia u bë vendi i parë evropian që vendosi shërbimin ushtarak të detyrueshëm për gratë.